Atëre, më vjen shpesh një mesazh vërteta pse I përulës tokës timi. Pak edukim. Trupi që neve na është dhënë ka një shpirt brenda, apo jo që është shpirti yt. Keni dëgjuar ndoshta nga filozofët shumë të mëdhenj të shekullit 19, 20 që thonë the fall of spirit into the matter. Domethënë rënja e shpirtit nga lart bie poshtë, për shembull në këtë tokë, në këtë botën ku jemi neve, dhe këtu shpirti nuk jeton dot pa një trup, apo jo? Në qoftë se nuk ka një trup shpirti, trup, mendje, shpirt, triniteti. Në qoftë se një shpirt nuk ka një trup, nuk mund të bëj dot veprime që do të thotë krymje ose karma të mira për veten, që të pranohet të ngjitet përsëri nga ku ka rënë. Ka rënë e zëm nga parajsa? E zëm. Atëherë dëshirojnë që të ngjitet përsëri. Por në qoftë se nuk pastrohet këtu me karma, domethënë në qoftë se nuk kryen veprime që do t'i kryej me trupin, nuk ngjitet dot kurrë. Atëherë kush ta jep trupin? Trupin ta jep nëna tokë. Prandaj quhet nëna tokë, kur neve dalim nga nëna tona, dalim me trup, apo jo? Pra, trupi ynë përbëhet nga 5 elemente të natyrës, por kryesisht tokë, prandaj quhemi toksor. Nuk je ujor, nuk je zjarr, po je tokë. Dhe për këtë arsye që nëna tokë ty të jep mundësi që ti të jetosh këtu, në këtë tokë, në trupin e saj, nëna tokë është gjigande. Në qoftë se ti nuk je mirënjohës për trupin që ke, ndaj nënës tokë, ti nuk e për të avancuar kur, nuk e për të evoluar kur, nuk e për të ngjitur kur në parajsë. Pra duhet të tregosh një mirënjohje. Në qoftë se neve nuk tregojmë mirënjohje ndaj nënës tokë, atëherë mos u çudit nga shkatrimet natyrore. Sepse nuk e treguar, nuk je fëmijë i mirë.